Hëna dhe ndikimi i saj në jetën në tokë. Në fillimet e hershme të krijimit të sistemit tonë diellor, toka pa praninë e hënës rrotullohej shumë vrollshëm. Dita dhe nata zgjasnin vetëm 4 orë. Sipërfaqja e tokës ishte mbuluar nga oqean të pafund me valë gjigande, të krijuara si pasojë e këmbimit të menjëhershëm midis ditës dhe natës. Toka nuk kishte një bosh të qëndrueshëm, çfarë shkaktonte një kaos të vërtetë, ku brenda një kohe të shkurtër, ngricat u linin vend të nxehtit të madh dhe anasjelltas. Po të vazhdonte të ishte në këtë gjendje, në tokë nuk do të ishte zhvilluar ndonjë jetë e pasur. Ajo do të zhvillohej më së shumti në det dhe ne, njerëzit, nuk do të ishim. Ndoshta ndonjë lloj zvarranikësh jo inteligjent do të ishte raca mbizotruese në tokë. Kjo tokë atëhershme gjendej në mes të një vendi me trazira, me shumë trupa qiellor që shumë shpejt po bëheshin gjithnjë më të mëdhenj dhe ndesheshin me njëri tjetrin për të fituar hapësirë. Kështu sipas teorisë më të re me të cilën ka ardhur shkencëtari njohur William Hartman, dikur para 4 miliard vjetësh, toka është ndeshur me një trup qiellor me madhësi sa ajo e Marsit. Toka në një farë mënyre i mbijetoi kësaj përplasjeje. Copat e shkëputura si pasojë e përplasjes u bashkuan duke formuar hënën. Në bazë të llogaritjeve të bëra duke përdorur kompjuterat më të fuqishëm që zotron ushtria amerikane dhe NASA, Jay Melosh arriti në përfundim se kjo teori qëndron. Ajo qëndron edhe nëse shohim disa fakte të tjera, si provat që kanë sjellur misionet hënore, ku duket qartë që hëna është e përbërë nga shkëmbinj të njëjtë me ato të tokës. Fakti tjetër është që hëna dikur ka qenë në gjendje të vlueshme dhe kjo shpjegohet me të nxehtin e madh që lind si pasojë e përplasjes së trupave. Me krijimin e hënës ndryshoi gjithçka në tokë. Hëna me forcën e saj tërheqëse e bëri të qëndrueshëm boshtin e tokës rreth 23 shkallë. Kjo solli një qëndrueshmëri edhe në klimë. Hëna i largohet tokës për vit me 3.2 cm. Misionet hënore kanë treguar se atje mund të ketë ujë në gjendje të ngrirë, dhe nëse kjo do të ishte vërtet, atëherë ajo do të bëhej edhe e banueshme.